محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, veprave dhe sjelljeve tona, cili ndo që Zoti Allahu e udhëzon, nuk ka kush ta humb dhe s'ka kush ta devijojë. Dhe cili do që humb dhe devijon, nuk mund ta udhëzojë të e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut, Zotit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë Zot, të njihet si Zot, të adhurohet si Zot përveç Allahut, një I vetëm, pa shok, pa ortak, pa fëmijë, pa bashkëshorte, I pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të imagjinohet nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, shërbetor I Zotit, I dërguar I Tij, vula e profecisë në tokë, misioni I cilit përmbledhet në ajetin kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë pasqyrim, mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë dhe bekimet e Zotit dhe begatitë e Tij dhe paqja e Tij qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Është e nevojshme për njeriu që të kujtohet të paktën një herë në javë me fjalën e Zotit: "O ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu siç duhet, dhe se vdekja mos t'ju gjejë, vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet." Dhe ne kemi thënë dhe përsërisim që kjo është sfida jonë, sa jemi gjallë, që t'ia dorëzojmë Zotit shpirtin si besimtar të vërtet, si musliman të mirë. Fjala më e bukur është fjala e Zotit, udhëzimi më I mirë është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e Tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se më e keqja gjë që ekziston është të sajosh në fenë e Zotit. Sajesat në fenë e Zotit, bidatat, janë humbjet e çojnë njeriu në zjarrin e xhenemit. Zotit I lutem në këtë ditë xumaje për vete dhe për ju, që Allahu pra Zoti ynë na e bëj haram një herë për gjithmonë zjarrin e xhenemit. Amin. Vëllezër dhe motra, Allahu xhalla xhelaluhu diku në Kur'an përmend disa bekime dhe mirësi për profetin e Tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Si rrallë herë, afërsisht 12 mirësi dhe bekime që I ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në fund të këtyre mirësive dhe begative që I ka falë profetit e Tij Muhammedit alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla xhelaluhu e mbyll duke thënë: "Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab." E kur të mbarosh, çohu prap. Zotin tënd ki qëllim në jetën tënde, kënaqësinë e Tij dhe dashurinë e Tij, ki e moto sa ti jesh gjallë. Faktikisht ato mirësi që Zoti I ka përmend për pejgamberin alayhis salatu wassalam, për të janë në formën më të plotësuar. Po edhe ne, gjithë secili prej nesh, e gjen veten në ato mirësi të Zotit. Për shembull, asnjërin prej nesh Zoti nuk e ka lënë mas dore dhe nuk e ka harruar.
Dhe gjithë secilit prej nesh Zoti ka për t'i dhënë mirësi dhe begati derisa të kënaqet në xhenetet e tij. Shumë prej nesh kanë qenë në gjendje të vështirë e Zoti i ka bekuar. Ka në mesin tonë njerëz që kanë qenë jetim e Zoti i ka strehuar. Dhe ne gjithë kemi qenë të humbur e Zoti na ka udhëzuar. Të gjithëve Zoti na ka çelë zemrën dhe shpirtin dhe gjoksin për të pranuar Islamin. Dhe gjithëve na ka premtuar se do të na i shuaj mëkatet dhe gjunahet tona. Dhe gjithëve na ka premtuar se emri ynë do të mbetet sa do të jetë gjithë secili prej nesh në shërbim të fesë dhe të besimit. Dhe gjithëve na ka premtuar se me vështirësinë është edhe lehtësimi. Atëherë edhe ne jemi në këtë urdhrin që i ka dhënë Zoti pejgamberit alayhi salatu wasalam, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. E kur të mbarosh çohu prap. E Zotit përkushtoju atë, pra Zotin ki synim, ki qëllim, ki objektiv në jetën tënde. Ai Zot që ja kemi nevojën e s'na e ka nevojën. Ai Zot që është Zot edhe pa ne, edhe me ne. Po edhe kur nuk do të jemi ne, ai do të jetë Zot. Ai Zot që në dorën e tij është gjithçka, në këtë botë edhe në botën tjetër. E ne s'kemi asgjë pa lejen dhe fuqinë që mund të na japi Allahu xhallal xhelalu për të pas suksese në jetë. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Thuaj, o vëllezër, nuk ka jetë më të bukur për të paraqitur raportin e njeriut me krijuesin. Thuaj, Allahu është Zoti im. Nuk ka të tjetër Zot të vërtet që meriton të jetë Zot, të adhurohet si Zot, të njëjtë si Zot përveç tij. Alehi tawakkalt, atij jam mbështet për gjithçka. Atij ja kam lënë gjithçka në dorë, se besoj se Zoti im ma do të mirën. Sepse besoj se edhe nëse më sprovon, po më edukon, e po më lehtëson, dhe se ka personale. Alehi tawakkalt, atij mbështetem. Atij ja kam dorëzuar gjithë jetën time, gjithë çështjet e mia. E duke qenë se unë jam jo ashtu siç duhet falendërues dhe jo korrekt në këtë mirësi, wa ilayhi matab, dhe ta i pendohem prap, e di që s'jam aty ku duhet dhe vetëm tek ai e ul kokën dhe pendohem dhe strehohem. Një besimtar që ecën me këtë lloj besimi s'ka gjë që e mposht. Madje as shejtani i mallkuar nuk ka t'i bëj besimtarit kur ka këtë moto në jetë, këtë motivim. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nuk mund të ketë pushtet shejtani, djalli, ndaj besimtarëve të vërtet, ndaj muslimanëve të vërtet, nuk mund të ketë pushtet. Ndaj besimtarëve të cilët i janë dorëzuar Allahut. Se po të mori Allahu në mbrojtje, e po ju dorëzove atij, nuk mund të afrohet më shejtani. Nuk mund të ketë më ndikim shejtani tek ti. Për këtë arsye thoshin burrat e moçëm, nëse do më ditë veten tate sa i je mbështetur Allahut, sa i je dorëzuar Allahut, sa ja ke lënë punët dhe jetën tënde Allahut, shija ke ngacmime nga shejtani në jetë apo jo. Nëse ke ngacmime nga shejtani në jetë, do të thotë se dorëzimi yt te Allahu nuk është i plot. Sepse edhe tewakkuli ka shkallët e veta.
Ti dorëzohesh Allahu do të thotë mos ta kthesh më kokën mbrapa. Ti dorëzohesh Allahu do të thotë kesh thonë me shpirt, raditu billahi rabba. Jam i kënaqur dhe i lumtur që Allahu është Zoti im. E kjo i obligon njeriu një qetësi në zemër pas një lloj tronditje sido që të vijë jeta. Dhe një mund në lëvizje dhe në gjymtyr, sikur thua që ky njeri s'ka për të vdekur kurrë. Duke qenë njeriu i tillë, është mirë. E sa më larg kësaj tjetë, aq më shumë do të dobësohet, derisa mund shkoj puna tek njeriu edhe të dalin nga feja Zotin na ruaj. Po, kur njeriu je kthen shpinën Zotit, kur njeriu mendon se ka ardhur një fazë të jetës, që është menaxheri dhe menaxhenti dhe administratori absolut i jetës dhe suksesit dhe dështimit të jetës ti, ky njeri, sikur po i thot Zotit, Zot më fal, unë s'kam nevojë për ty se i zgjidh vetë punët e mia, Zoti im. E ky njeri është kapluar dhe është marrë në patronazh nga shejtani i mallkuar. Ndërsa besimtari vërtet e kupton dhe e din dhe çështjet e dorëzon Zotit dhe e ndjen dhe e din që është nevojtar për Allahun xhel xhelaluhu në çdo çast të jetës tij, në çdo frymëmarrje të jetës tij në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye thuhet në Islam, ndër parimet që ka Islami thotë, nëse njeriu i mbështetet krijesave, në atë që nuk e bën askush përveç se Zotit, del nga feja dhe besimi. E nëse i mbështetesh krijesave në atë që mund të bëj krijesa, je në rregull, s'ke dal nga feja nga besimi, po më e mira është që mos mbështetesh në krijesa. Nëse dikush mbështetet në krijesa, kërkon, shpreson nga krijesat, të gjalla apo të vdekur qofshin, sende apo kafsh, diçka që se ka në dorë askush tjetër përveç Allahut, në këtë rast njeriu ka dalë nga feja dhe besimi i tij. E kush mbështetet në krijesa, në atë që mund ta bëjë me të vërtet njeriu, krijesa, thotë kjo është e lejuar dhe nuk ka asnjë problemi. Po më e mira është që mbështetjen tënde në krijesa ta bësh shkak dhe sebeb, jo mbështetje. Njëri prej sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, tregon: kam qenë njëri nga 10 persona, thotë, që kemi bërë një besatim të veçantë me pejgamberin alayhis salam, ndryshe nga sahabët e tjerë. Pjesë e këtij besatimi është besatimi i të gjithë, po ka një shtojc, besatimi këtyre afërsisht 10 sahabëve, thotë: wa an la nas'ala an-nase shay'a. Mos t'i kërkojmë njerëzve asgjë. Për këtë arsye tregojnë tabiinët, nxënësit e tyre, ndonjëri prej kësaj 10-shës thotë, po t'i binte mizvaku dhe ishte mbi deve, e ndalonte deven, e ulte deven, e merrte mizvakun, hipte mbi deve dhe e ngrinte deven. Pse? Se nuk donte që zemra e tij të ishte e lidhur me dikë nga krijesat e Zotit. Zemra e tij të ishte e lidhur vetëm me Allahun xhella xhelaluhu. E nëse krijesa ofron diçka, apo mund të ofrojë diçka, falenderohet, shpërblehet. Arsyeja që mos jetë zemra e njeriu asnjëherë e lidhur me krijesën, me mirësinë që ka ardhur prej krijesës. Për këtë arsye tregohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ndodhur në jetën e tij që të jetë bërë një dhuratë dhe mos ta ketë kthyer me një dhuratë tjetër. Madje na mësonte neve dhe thoshte, ai që njerëzit nuk din t'i falenderojë, as Zoti nuk di ta falenderojë. Kush ua bën një të mirë, kthejani me të mirë. E nëse nuk keni mundësi, falenderojeni dhe thojeni atij Allahu ta shpërblef në të mirë dhe lutuni për të derisa të mendoni se e keni shlyer të mirë që ky njeriu ka bërë, e gjithë kjo për të ruajtur zemrën e njeriu nga
lidhja apo nga varësia në krijesat e Allahut Xhella Xhelaluhu. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. E kur të mbarosh çohu, ngrihu prap. Kënaqësinë e Zotit ki synim. Kënaqësia e Zotit është ushqim, është nevojë, është lumturi, është gëzim. E njeriu nuk mund thot jam gëzu para i viti apo para i muaj, njeriu ka nevojë për gëzim të vazhdueshëm, njeriu ka nevojë për lumturi të vazhdueshme, njeriu ka nevojë për energji dhe motivim të vazhdueshëm, e nuk mund ta bëj këtë tek njeriu vetëm se kërkimi i tij për kënaqësinë e Zotit. Angazhimi i tij për kënaqësinë e Zotit, për dashurinë e Allahut Xhella Xhelaluhu. Prej komenteve interesante të ky ajeti kuranor thotë se ky ajet kuranor është iyyake na'budu wa iyyake nasta'in i kthym mbrapsh. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. I kthym mbrapsh. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Zotin ki qëllim dhe synim, kënaqësinë e tij, dashurinë e tij. Pjesa 2. Fa idha faragta fansab, atë kur të mbarosh, hidhu në adhurimin tjetër, bëj gjën tjetër. Mos u mjafto me diçka që ke bërë, që është pjesa e 2, wa iyyake nasta'in. Vetëm ty ta adhurojmë. Vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, sepse ti nuk mund të jesh koherent dhe i përhershëm në adhurimin e Zotit, po nuk të ndihmoj dhe nuk të dha fuqi Allahu Xhella Xhelaluhu. Faktikisht Islami, po ta shohësh, jetën e njeriu nga mëngjesi deri në gjumë apo deri në mëngjesin tjetër e ka të mbushur me adhurime nga më të ndryshmet. Nuk është se ka hapësira për boshllëqe. Për shembull, pastërtia është e kërkuar për besimtarit në 24 orë. Largimi i papastërtive nga trupi i tij, nga rrobat e tij, nga vendi ku rrin, është e kërkuar për besimtarin në 24 orë. Është mirë tha që besimtari të rri gjithmonë me abdes, se abdesi është arma e besimtarit për çdo të keqe që mund të përballet me të në jetë. Dhe kjo nuk është vetëm kur fal namaz, është kërkuar edhe e preferuar gjithmonë. Pastaj po të shohim namazet, sa namazet kanë ditë natë obligative? 5. Pra nuk është se ti falesh mëngjes dhe e kryen këtë punë dhe falesh mëngjesin tjetër. Do të falesh mëngjes, do të falesh në drekë, do të falesh mas dite, do të falesh mas perëndimit diellit dhe do të falesh natën. Po s'mbaron me kaq faktikisht, dhe ka namazë mes tyne. Ka namaz duhaje, ka namaz natë, ka namaz abdesi. Po kështu dhe agjërimi për shembull, nuk mbyllet agjërimi me Ramazanin. Mas Ramazanit vjen 6 ditë, po ka i ditë, po i ditë jo, ka të hëntejte, ka 3 ditë të bardha, ka 10 ditë shi i Dhulhixhes, ka muaj siç është Muharremi, siç është muaji i Shabanit, e kështu me radhë. Po të vish ke zekati, nuk mbyllet jeta e besimtarit nëse e mbyll me zekatin. Përveç zakatit ka dhe sadaka, ka dhe obligime të tjera njeriu në jetë, shpenzimet familjare, ku dëgjon e tjera. Po kështu dhe haxhi, nuk mbyllet puna me haxhin. Po bën haxhin, do të bësh dhe umre. Po bën umre, do të bësh dhe haxhin, sipas mundësive normalisht. Pa ai që i ka mundësit, nëse e bën një herë haxhin, e ka mbyll jo. Zoti don për jush, tha pejgamberi alayhis salatu selam, që nëse i keni mundësi të paktën një herë në 5 vjet me shku në haxh. Jo obligative, është e preferuar, jo detyrë. Ama nuk është mbyll me i haxh. Haxh 1 është ai shtylla e Islamit, po nuk mbyllet me aq. Për këtë arsye adhurimet në Islam kanë synete para farzeve dhe synete mbas farzeve në përgjithësi. Në përgjithësi. Sepse kështu ruhen farzet. Për këtë arsye dhe haramet në Islam kanë mekruhate. Çfarë janë mekruhatet? Gjëra të urryera dhe të papëlqyera. Pse kanë ardhur gjëra të urryera dhe të papëlqyera? Për ta ruajtur njeriu më kollaj nga harami. Se kush ruhet nga mekruhatet
e ka më të kollajshme me urrit nga haramet. Kush është i kujdesshëm në synetet dhe në nafile, nuk ka dyshim që është shumë korrekt në farzet e tij. Për këtë arsye, Allahu xhallahu xhelalu në disa vende në Kur'an e orienton besimtarin që mos ta mbylli me kaq punën, adhurimin, përkushtimin, po të ndroj temë, të ndroj formë, po mos shkëputet. Për shembull, në surën El-Jumua, Allahu xhallahu xhelalu tha në Kur'an: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." E kur të mbaroj namazi i xumas, shpërndauni në tokë, kërkoni prej të mirave që Zoti ka hedhur në tokë, e përmendeni Zotin shumë që të jeni të shpëtuar. Nuk tha pa e ke falë gjumon e ke mbyll punën. Jo, vazhdo dhikri, vazhdon. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum aw ashadda dhikra. E kur ti mbyllni adhurimet e haxhit, adhurimi i haxhit çfarë do të thotë o vëllezër dhe motra? Do të thotë që njeriu del nga kjo botë, del sikur me qenë dita e parë e lindjes tij, zero, i bardh. E megjithatë Zoti si mësoi pejgamberin dhe sahabët dhe muslimanët përgjithësi, e kur ti mbaroni adhurimet e haxhit, përmendeni Zotin më shumë se çlavdroheni me etrit dhe me gjyshrit dhe me të parët tuaj. Ose ajeti tjetër: "Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." E kur të mbaroni faljen e namazit, përmendeni Zotin. Pra masi të falni farzin, përmendeni Zotin e kështu me radhë. Pse? Sepse është nevojë njeriu mu të ndroj taktikën dhe metodën, po nevoja e shpirtit tij dhe e zemrës tij për të qenë vazhdimisht e lidhur me Allahun është nevojë jetësore, nevojë e shpirtit. Përndryshe bëhemi si tha Zoti për ata që vrasin fëmijë dhe gra dhe duart i kanë me gjak, fëmijësh dhe gra të pafajshëm, dhe nuk din gjë tjetër vetëm se të hapin luftra. Arsyeja cila është: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." E më pas zemrat e tyre u ngurtësuan, e u bën më të ngurta se shkëmbit, se gurët, se betoni. E një zemër e ngurtë kënaqet kur duart e tij gjakosen me gjakun e të pafajshmëve, e grave dhe të fëmijëve, civilëve, vetëm se ndallim, ai këto e quan trimëri, e quan në emër të lirisë dhe në emër të mbrojtjes së vetes, dhe bota që tuar troket, dhe bota që hesht, dhe bota që ja vullos vetes titullin më të pështirë që mund të shohë ndonjëherë historia e njerëzimit: nifak, hipokrizi, dëftyrsi. Nëse një fëmijë do të vrite nga një musliman, do të bëhej lajm, do ishte objekt diskutimi, terrorizmi islamik, ai termi më i vështirë dhe më i fllihur që kanë nxjerrë modernizmi. Ndërkohë që atje vetëm në Gaza numri i fëmijëve dhe i grave, mos më fol për pjesën tjetër popullsisë civile, ka kap 40.000 që dihen dhe që janë faktuar, mos flasin për të plagosur dhe të gjymtuar dhe të qymtuar. Pse? Zemrat e tyre u ngurtësuan, u bën si shkëmbit, e më keq se shkëmbit, se ka shkëmbit që në momentet caktuara shpërthen prej tyre ujë, e ka shkëmbit që rrokullisen prej frikës ndaj Zotit. E ata që e dinë vërtetën e nuk reagojnë sipas mësimeve të vërtetës,
Këto janë pasojat. Për këtë arsye Islami e ka mbushur jetën e besimtarit me përkushtim ndaj Zotit, me lidhje me Zotin, me nevojë të përhershme për Allahun dhe kënaqësinë e Tij. Për këtë arsye besimtari e sheh humbjen e një jete, sikur është vrarë gjithë njerëzimi, dhe shpëtimin e një jete, sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Madje edhe në kafsh, nëse sillemi mirë dhe i trajtojmë mirë, kemi sevap dhe shpërblim, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Elhamdulillah, mirësi e madhe që Zoti i Madh na ka udhëzuar dhe na ka begatuar me këtë mirësi dhe me këtë mrekulli të madhe. Elhamdulillah. E njëjta gjë o vëllezër dhe motra vlen për Kur'anin, e njëjta gjë vlen për dhikrin, e njëjta gjë vlen për gjithçka. Ndoshta njeriu nuk mund jetë i dalluar në të gjitha, por nuk duhet i lejë të gjitha. Për shembull, ka njerëz që janë dalluar në 3-4 fusha. Ka njerëz që janë dalluar në 8 fusha si Ebu Bekri, që do t'i japen 8 dyert e xhenetit. Dhe ka njerëz që dallohen në disa fusha ose në një fushë, por nuk është se lejnë masdore fushat e tjera, po thjesht nuk janë të dalluar. Thjesht nuk janë të dalluar. Allahu xhalla xhelalu e mëson profetin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam me ajetin e mëposhtëm. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj, falja ime, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, janë kushtuar vetëm Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dhe unë jam i pari udhëheqës i muslimanëve. Pra për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Gjithë jeta e tij, po gjithë jeta jonë duhet të jetë e tillë. A ka mundësi vëllezër dhe motra që edhe gjumi jonë dhe qetësia jonë dhe hëngmja jonë dhe epimja jonë dhe fjetmja jonë të kthehet në adhurim për Allahun xhallal xhelaluhu? Po, ka mundësi. Sepse këtu thot gjithë jeta ime, nuk tha vetëm dita. Gjithë jeta ime do thot 24 orë. E si realizohet kjo? Thot, realizohet kjo atëherë kur njeriu, edhe pse nuk po bën adhurim, po bën vepra të rëndomta, qëllimin e ka që të ushqehet me halal, që të ushqej familjen me halal, që të forcohet në adhurimin e Zotit, punët e rëndomta, sa do të rëndomta qofshin, i shkruhen atij adhurim, e si pasojë bëhet gjithë jeta e tij e kushtuar për Allahun xhalla xhelaluhu. Vëllezër dhe motra, ndër interpretimet interesante të këtij ajeti kuranor është e kur të mbarosh me punë të dynjas, përkushtoju Zotit. Nganjëherë njeriu e bën dynjan dhe vrapimin mbas saj dhe kënaqësive të saj sebeb të mos adhurimit Zotit. Po pse nuk e fal drekën nga që jam punë? Po pse s'falesh nga që jam shkollë? Po pse t'ikin 2 namazën ditë nga që s'mlen shefi? Kjo nuk është arsye, vallahi billahi. Ty mund të ikin synetet e drekës pa fal, se jenë punë. Mund të ikin synetet e drekës dhe t'ikindis pa fal, se s'len shefi. Po farzi nuk negociohet. A që është detyrë nuk negociohet. A beson se Zoti është furnizuesi? Po valla e besoj se Zoti është furnizuesi. Po këtu pra duket sa e beson se Zoti është furnizuesi ose jo. Nëse ti i kthen shpinën Zotit dhe nuk falesh në emër të punës, në emër të zyrës, në emër të shefit, në emër të rrogës apo çdo gjë tjetër, do thotë se nuk je në rregull me besimin se Allah është furnizuesi. A ke vënë re se si mbyllet suratu El Xhumua?
Sura El-Gjumua mbyllet me fjalën e Zotit, Wallahu khairur raziqin. Allahu është furnizuesi më i mirë. Se Allahu e din shumë mirë se do të kishte njerëz të cilët do të arsyetoheshin me mosardhje në xhuma, me punë, me tregti, me biznes, me pozicion shoqëror. E Zoti tha, Allahu është furnizuesi më i mirë. Nuk sakrifikohet xhumaja në emër të asgjëje. Po ne nuk kemi ligj që na e mbron një gjë të tillë. Është dobësia jonë. Jemi të kalb nga fillimi deri në fund. Që nuk arrim ta kërkojmë një ligj të tillë. Që muslimanëve t'ju mbrohet një drejtë, e drejta e xhumas, një herë në javë, një orë në javë. Po si do qoftë puna, kjo nuk justifikon asgjë. Kjo nuk justifikon asgjë. Po kështu dhe namazet e tjera, po kështu dhe agjërimi, po kështu dhe adhurimet e tjera, nuk mund të justifikohesh. E nëse je angazhuar me diçka dhe nuk ke mundësi të përkushtohesh aq shumë, kur të mbarojsh punën, përkushtohu. Nuk i falet dot sunetet e drekës. A e mbarove punën, fali mbrapa. Valloj në kom punën deri në akşam, nuk ka problem. Bashkoj sunetet e namazeve të gjitha mbas jacie, nuk ka problem. E marrën përgjegjësinë ka Allahu. Përderisa ty nuk të mundësua të i falësh sunetet e namazeve gjatë ditës për shkak të punës, falin dargët në qafën time para Zotit. Po jo të sakrifikojmë ne farzin, atë që është obligim dhe detyrë, në emër të asgjëje. Dhe ruhu nga një nga ushtarët më të poshtër të iblisit, që quhet do ta bëj. Thonë të parët tanë, një nga ushtarët më të fliqur të iblisit, të shejtanit është do tëja. Sa njerëz kanë thonë do të, dhe kanë nik nga kjo botë pa shku akoma ke dëja, e jo më me shku ke oja dhe tëja dhe eja. Prandaj mos e lë shejtanin të lozi. Të bish viktime një nga ushtarët e tij më të fliqur dhe më të poshtër të dotës. Se kjo punë, si thot Hasan el-Basriu, rahimahullah, po të iku dita është mbyll. Po të iku dita është vulos. Vetëm një gjë mund të korrigjojë problemet tona masi vuloset dita. Ajo gjë është istikfari. O Zot më fal. O Zot më fal. O Zot më fal. Lusë Allahun, Zotin e gjithësisë, që t'jemi ndër ata që e ndjejmë vazhdimisht nevojën e garimit për kënaqësinë e Allahut. Nevojën e dashurisë së Allahut, e mos t'jemi sezonal. Mos t'jemi ramazanista, po t'jemi adhurista. Adhurist Allahut, xhella xhelaluhu, në çdo moment të jetës. Se e duam dhe na do. Na i qeli sy dhe na udhëzoi, na tregoi se cila është rruga për të fituar kënaqësinë e tij. Wa laysa man alima kaman lam ya'lam. E nuk është ai që i di gjërat si ai që nuk i di. Ne të gjithë i dim këto gjëra, kështu që nuk mund të justifikohemi dhe nuk mund të arsyetohemi. Zoti lëshoft mbi ne mëshirë, sa të jemi gjallë, Zoti lëshoft mbi ne mëshirë, kur të jemi në varr, e Zoti lëshoft mbi ne mëshirë ditën kur do të dalim përpara tij. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.